Qendra e re klinike të cilën kryeministri Kristian Mickoski e paralajmëroi këto ditë ka përplasur LSDM-n dhe VMRO-DPMN-n. Për opozitarët, ky projekt është edhe një nga gënjeshtrat e kryeministrit, pasi sipas tyre në kohën kur LSDM kishte propozuar ndërtimin e qendrës së re klinike, VMRO-DPMN e kishte bllokuar në kuvend, ndërsa tani po premtojnë ndërtim të ri, për të cilin sipas tyre ka shumë çështje të hapura. Локацијата што ја најавува е целосно несоодветна за изградба на толку голем и комплексен здравствен објект. Дополнително, во непосредна близина на овој потек, веќе се планирани други крупни инфраструктурни зафати, меѓу кои и новата зграда на АНБ на државно земјиште. Тоа значи дека просторот не може да издржи толку обемни инфраструктурни објекти. Се поставува сериозно прашање: по кој закон, во каква постапка и врз основа на каква одлука владата директно преговара со приватните сопственици за отстапување земјишта? Nga VMRO-DPMN u përgjigjen se pikërisht Filipçe, kur ka qenë ministër i shëndetësisë, ka premtuar një kompleks të ri modern shëndetësor, por ka lënë një sistem shëndetësor të rënuar dhe dyshime për korrupsion. Me LSDM dhe Filipçen, qytetarët nuk morën qendër të re klinike, nuk morën shëndetësi më të mirë dhe as kushte më të mira për trajtim. Për qendrën e re klinike po shqyrtohen lokacioni pranë pishinës Boris Trajkovski, i cili së bashku me 8 shtatorin dhe poliklinikën Bukuresht do të formonin një kompleks të plot. Ai lokacion është pranë 2 bulevardeve, ka qasje në gaz dhe është afër Unazës. Kryeministri Mickoski ditë më parë njoftoi se planifikohet ndërtimi i qendrës së re klinike pranë qendrës sportive Boris Trajkovski dhe se nëse gjithçka shkon si duhet, ndërtimi mund të fillojë vitin e ardhshëm. Megjithatë, ai theksoi se problem mbetet fakti që lokacioni është pronë private, por se janë në fazë negociatash me pronarin.